Të është ditë po aq e rëndësishme sa rundi i parë i zgjedhjeve, sepse qytetarët tanë sot përfundimisht vendosin jo vetëm se kush do t'i udhëheq komunat ku ata jetojnë, po të njëjtën kohë vendosin për një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë, vendosin për shumë mundësi për komunat ku ata jetojnë. Rrjedhimisht shpresoj që secili prej qytetarëve me të drejtë vote do ta shfrytëzojë këtë drejtë dhe do të dalë sot në votime. Kosova ka demokracinë më të fortë elektorale në rajon dhe kjo është pikërisht për shkak të pjesëmarrjes së qytetarëve tonë në votime, për shkak të rregullsisë së proceseve zgjedhore dhe për shkak se gjithnjë organizojmë zgjedhje të lira e demokratike. Jam besim plot se edhe dita e sotme do të jetë e tillë, pra do të organizohen zgjedhje të lira e demokratike ku secili qytetar do ta shfrytëzojë të drejtën e vet kushtetuese për të vendosur për komunën ku jeton, për shërbimet cilat i ofrohen dhe për mundësi më të mira për të gjithë. Këto janë dy procese komplet të ndara, natyrisht që zgjedhjet komunale, zgjedhjet lokale në Kosovë nuk kanë ndikim në proceset në nivel nacional në të cilat po kalojmë. Proceset në nivel nacional janë duke u zhvilluar në përputhje të plot me kushtetutën e vendit dhe do të shohim në ditët në vijim se çfarë do të ndodh. Megjithatë, çka është me rëndësi është që Kosova në çdo palë zgjedhje tregon maturi, tregon se respektohet qytetari, tregon se respektohet e drejta e votës. Prandaj jo vetëm që këto rezultate në zgjedhjen lokale apo vetë organizimi i tyre nuk kanë ndërlidhmëri me zgjedhjet nacionale, po edhe zgjedhjet nacionale, kurdo që do t'i kemi ato, sepse kjo do të varet nga partitë politike që përfaqësohen tani në kuvend, jam e bindur që do t'jenë edhe një gur më shumë mbi këtë kaluan e demokracisë që e kemi ndërtuar përgjatë shumë viteve. Unë jam shumë krenare me qytetarët e Kosovës, të cilët janë kontribuesit kryesor për zhvillimin e demokracisë në vend.